Tu shumë gjëra. Unë se kuptoj, edhe prandaj kam thënë që nëse unë e kam shprehur pak për të bërë analizën e lojës tate, edhe pak ndoshta për ta ndihmuar Mirin që ta kem dhe Mirin përballë vetë. Po ka dalë në prime të më shtet Tanin kur Tani luajti menç kundra Mejet. Dhe tha, pse mos më ja bë Tani këtit kur ai çasi ban Tanit. Ai automatikisht aty ka ken kundra Mejet. E kupton? Por ne njëkohësisht edhe switchim off lojën, edhe rrishim si njerëz. Si ai Emir Çabana, Dërmahanga gjatë. A kupton? Gjana që po bëjmë ne tash bashkë. Që është më thjesht. Kur e switchon lojën, do të debatojmë ashtu si donë me ditë me debatu dhe do i pastrojmë edhe ne ca gjana, o me shame, o me të bërtitme, o me ndaj gjë. Këtë kam bë me Mirin, gjë është më thjesht, por ama unë e ti nuk jena në lojë, duke sulmuar rrëp bashkë. Jo, normal. Pra. Unë kam luftuar me Mirin të ke luftuar. Dhe sa shifsha, unë isha njëshi i kalimit topit pas dopje gjashtes te ana jote me kundërshtartë. A kupton, dhe s'kishte ku përshkuaj, pasaj se edhe kundërshtartë i kisha kletë që mërshmi me te. A kupton? Tash kjo është fati jem. Por ai ka ken i ngath dhe i pa aft për të ndryshu. Pra, më falë se të ndërpreva mendimin që the nuk ka pëlqy se si e kam trajtu, por ty është masë normale që s'duhet me të pëlqy. Jo, normal. Po që su përriksha vete një person që ti e ke konsideru qik me të aftë në loj, apo jo? Po. Edhe unë e kam zblos fare. Jo, e vërteta është kjo që thonë Mateo është e vërtet. Kur ka ardhur Mateo këtu, ne nuk merreshim me njëri tjetër. E kishim fokusuar në vëmendjen Brikena, Kristi, Miri, Selin.